Nëse ndjeni tinguj në vesh ose dëgjimi juaj po përkeqësohet, këto janë pikërisht 7 ushqimet më të mira që ju duhen. 1. Ginkgo biloba, bima më e studiuar për këtë qëllim. Përmirëson qarkullimin e gjakut në veshin e brendshëm dhe mund të reduktojë tingëllimën me kalimin e kohës. 2. Salmoni i pasur me omega 3, që ndihmojnë në uljen e inflamacionit dhe përmirësimin e qarkullimit të gjakut, të dyja të rëndësishme për një dëgjim të shëndetshëm. 3. Spinaci, i mbushur me folate dhe antioksidant që mbrojnë nervat në veshin e brendshëm. 4. Farat e kungullit, një burim i pasur i zinkut. Nivelet e ulëta të zinkut lidhen me tinitusin dhe funksionin e dobët të veshit. 5. Çaji me xhinxher përmirëson qarkullimin dhe qetëson inflamacionin. Është një ilaç natyral qetësues për tingëllimën në vesh. 6. Shafrani i Indis. Kurkumina në shafran është një përbërës i fuqishëm kundër inflamacionit që ndihmon shëndetin e nervave dhe të veshit. Na ndiqni për më shumë video me këshilla.